Vlla o vlla, o dritë e hanës, shumë mall i ke lanë nanës. Kemi ardhë Halil me taku, kemi ardhë me dhonë një donacion. Jam nanë e 4 vajzave dhe një djalë. Djali vetëm i shtëpisë. Ka qenë shtylla kryesore e shtëpisë. I jeta ti plot halle, plot vujtje, plot sfida për ta mirëmbajt familjen. Jemi rrit me gjendje të rëndë. U bo i Zoti vetë. Nga mosha e re filloj me angjit të atit dorën, duke mundu me nxjerr dinarin dyqysh për me i nejt familjes afër. Nisi edhe shiti fara. Jeta i shkoj duke shit fara her me një vend e her në një vend tjetër. Kemi qenë duke qëndruar në shtëpi, në ka ardhë lajmi kopshëm, një lajm që lut Zotin mos ta përjeton asnjë nanë. Djali vetëm i kësaj familje bën aksident dhe ndrron një jetë. Ndrron një jetë valoni në moshën 30 vjeçare. E unë si nanë kam ardhë me taku. Paret nga fara që ai ka shit, kanë mbet disa nga ato pare, e unë kam zgjedhë që ato mjete t'i bi të ju, të shoqata përmirësi e tima të Ballkanit, e përmes jush ju t'ja fladitni zemrën dikujt, ju t'a ndihmoni dikun. Historia këtij djali na ka prek të gjithëve. Në këtë aksident, përveç valonit, vdes edhe burri motrës ti, ka qenë bashkë me dhondrin e ti në makinë, edhe të dytë vdesin. Djali i vetëm i kësaj shtëpie shtylla kryesore e familjes. Njëra ndër motrat e ti na është lutë që t'i lexojmë 2-3 rreshta që i kushton motra vllaut të ti. Unë ka marrë malli për atë zën, unë ka marrë malli për me të pa. Unë ka marrë malli me të një erën, unë ka marrë malli me ma qelë derën. Vlla o dritë e hanës, shumë mall i ke lanë nanës. Une bashkë me stafin edhe banorët e shtëpisë, po edhe ju që po na ndiqni me anë të këtij emisioni. Ju lut shpirtërisht ta lutim Zotin që rahmetlit të dytë, Allahi t'i mëshiron, Zoti me xhenet i gëzon. Nanës së të ndjerit dhe motrave të tij sabrin t'ja u dërgon. Histori që neve na ka prek gjithëve. Histori të ndryshme ne përjetojmë çdo ditë. Lutim Zotin, inshallah Zoti i mëshiron.